shkojmë në shtet tjetër sa për të ngrënë një drekë edhe kthehemi prapë në shtëpi. Ku do shkojmë në manastiri, në Maqedoninë e Veriut. Edhe shkuam vetëm për të ngrënë në fakt darkë tani se kaloi dreka, edhe do shikoni që do erësohet derisa të arrijmë neve. Nga Florina manastiri është vetëm gjysmore, edhe jemi aty. Kaluam një herë një xhiro që të shikojmë qytetin që e kanë të zbukuruar, e kanë bërë shumë bukur. Të shkojmë një çik nëpër dyqane, nuk blem gjë se nuk na pëlqeu gjë. Edhe pastaj shkuam në një restorant i cili është pak larg nga qyteti, jashtë nga qyteti në fakt, jo larg. Në një vend shumë të bukur që kalon një lum aty, edhe është restoranti, është i famshëm për peshkun që ka, se bëjnë të pjekur edhe pa vajra, shumë i mirë, shumë i thjeshtë edhe i shishëm delë. Kishin edhe sopë në mes të restorantit, neve morëm turshi, morëm sallatë, djathtrat që kanë në manastiri mua m'pëlqejnë shumë, janë të kripur edhe janë shumë të shishëm. Çfarë tjetër morëm? Sallatë me domate, të gjitha këto gjërat. Pastaj janë neve morëm, unë motra dhe kunati morëm peshk, vëllai me djalin tim morën ç'morën këta? Pulë edhe kështu mish shelegu si i thonë, pajdaqja në greqisht. Pasi hëngrëm pastaj u kthyem prap në Florina, që shikoni është akoma e zbukuruar për festat e fundvitit.